shenë fund, e fitoj Shkodra elektronike zemrën e publikut. Kjo është kryesoja dhe më e rëndësishmja. Gjatë natës së brendshme sa e kemi shikuar Eurovisionin, këtë kena mujtë me vënë re se kanë triumfu Shkodra elektronike zjarmi, të gjitha shqiptet e kanë këndu këtë këngë. Se që mu ka dok për emocioneve. Edhe publiku kur ka dalë pamja Shkodrës elektronike, se kur janë votat e publikut, do me thonë krejt publiku ka bërtit edhe ka brorit emrin e Shkodrës elektronike. Kështu që kjo ndoshta neve pak na mbush. Na banë sot gjallë, me energjit mirë. Kështu që po rikthejmë tash në studio se metëm të dialogun atë. S'na ka rënë më gjesë më pa. Sigurisht, për këtë çështje do të flasim me Vanesa Zhugollin dhe Redion Shtyllën nga Shqipëria, kështu që i mirë presim në studio. Vanesa. Mëngjesi. Faleminderit që e bashkë me ne. Mirë shumë, faleminderit edhe juve që më ftoni si për herë. Vanesa, a e pe Eurovisionin gjatë natës së mbrëmshme? Çka ka përshtypje më shumë? Po, në fakt për mua nuk ishte çudi, unë e thash edhe dje që nuk pres. Jo për faktin që kënga nuk vlen, por për faktin që Eurovisioni, domethënë vlerësimet i bën mbi premisa politike dhe jo artistike. Ashtu edhe u bë, përkundër që kënga përfaqësuese e Shqipërisë ishte një vepër arte, krye vepër në fakt, që ngërthente në vete gjithë historinë edhe kulturën e popullit shqiptar tu janë nis prej legjendave, atë të Rozafatit me veshjen e gjëra, deri tek veshjet tradicionale, kështu që ajo që ndodh për herë, ndodhi edhe mbrëm. Do me thonë as pak e befasume? Jo. Në një lidhje direkte kemi edhe Redion Shtyllën nga Shqipëria. Redion, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Redion, për dallim nga dje që patëm një atmosferë shumë të veçantë dhe shumë të këndshme, sot siç duket të gjithë jemi me fytyrë të zëmt. A e pe Eurovisionin gjatë natës së brëmshme, Redion? Duhet mësojmë tekstin e Kolës që thotë 7 thika në shpinë. Kështu na bë dhe mbrëm në Eurovision. E pa imagjinueshme, unë e thash që lutesha që jurit t'i jepnin pikë, por ja që treguan veten që politika vijon të mbizotëroj Eurovisionin, ndërkohë nga ana tjetër populli si Europës dhe i gjithë botës foli duke renditur Shqipërinë me votat e tyre në vendin e 5 dhe me votat e Europës që na dhanë dhe me votat e botës që na dhanë 10 pikë në vendin e 2. Por dolëm në vendin e 3 pasi jurit votuan ato shtete që në mënyrë të çuditshme nga publiku morën 0 pikë. Pra ka qenë edhe një lloj strategjie për të ndihmuar shtete si Zvicra që mori 0 pikë, le të themi UK-a që mori 0 pikë nga publiku. Po, Italia dhe Greqia ishin ato që Italia nuk i japi as pak pikë, Greqia shumë pak. Ishte kjo ndoshta një befasi shumë e madhe? Ishe shumë e çuditshme pasi edhe shtypi italian është marrë në mënyrë specifike me Shqipërinë duke trajtuar tekstin dhe duke analizuar shumë mirë dhe na dhan vetëm 3 pikë. Surprizë e bukur dhe falenderuese ishte Franca që na dha 12 pikë, kurse Serbia s'na dha pikë fare. Ndoshta Edi Rama me këtë pritjen që i boni Francës, ishin ajo që ndikojnë 12 pikëshën e Francës, që a thuti? Sepse dhe Shqipëria ja kthej 12 pikë Francës. Realisht kënga Francës ishte një këngë shumë e bukur, është pëlqyer dhe ka pasur një trend rritës për të qenë fituese. Më mirë një këngë e cila ishte dedikim nënës sesa një këngë tjetër. Ishte zgjedhje e mirë. Redion, siç duket Vanesa, djedha një parashikim që Shqipëria nuk do të triumfojë të e pas parasysh politikat në Eurovision. A mendon që kishte edhe drejt Vanesa? Po shikoja story që kisha hedhur dhe muaj më parë kisha renditur Shqipërinë në vendin që do të ishte në top 10, pra në 10 dhe ashtu dolën, por duke parë të gjithë mbështetjen, duke parë të gjithë johonën që kishte, e pozicionova më lart, kurse si nuk e shikoja fituese. Dëshira jon ishte që ti ishe fituese për të gjithë gjën unike që sollin në këtë Eurovision, por i bie që vitin tjetër duhet të çojmë dikë nga komuniteti LGBT që ju rit
ta lçojnë dorën dhe t'i japin pikë, se kjo punë kështu vajti. Mendon që kjo është arsyeja nëse Shqipëria do të mund të kishte një pozicion më të mirë? Po tani, çojmë një këngë që i kishte të gjitha komponentët, kishte tekstin, kishte historinë, kishte fabulin, ishte ndërtuar në mënyrë magjike dhe të mos ikje pikë Shkodrës Elektronike me këngën Zgjem, unë nuk e di se kujt përfaqësimi do të na japin jurit me pikë. Do me thonë, europianet veç neve na dojnë sa përsye faqe, sipas teje. U pa dhe mbrëm, përderisa publiku dhe gjatë kohës që do të jepshin pikët e Shqipërisë 173 pikë nga publiku, ishin ndër të vetme shtete ku publiku në sallë brohëriste ai sa kishte shpirt për Shqipërinë. Ata që do populli nuk e ndalin dot as juritë dhe e gjithë propaganda që u bën me Izraelin, i cili me votat e jurisë ishte në vendin e 15 ne të 16-it dhe u sajua për mua një histori se kur artistja ishte e mbijetuara e një lufte, kishte qëndruar me viktima thjesht për të justifikuar pikët që mori nga publiku. A mendon që Shqipëria duhet të marrë pjesë në këtë festival? Do të ishte një humbje për Shqipërinë, pasi është një nga format që edhe artistët tanë të marrin mbështetje dhe ne të tregojmë veten tonë, por ndoshta si një lloj rebelimi dhe një lloj qëndrese kundër votimit të jurisë, mendoj që duhet të tërhiqemi së paku për vitin e ardhshëm. Vanessa, çka të japësh ti gjatë natës së mbrëmshme? Apo atë momente që u irritove, a gjithçka ke sipas pritshmërive tua? Natyrisht edhe për mua Izraeli ishte një befasi e keqe, le të themi kështu, por desha të ndërlidhesha pak me regionin, nuk mendoj që duhet ta dërgojmë dikë prej komunitetit LGBTQ+. Mendoj që duhet të ndryshoj mënyra se si votohet, do me thënë mënyrën se si zgjedhet fituesi, edhe po të ndryshoj kjo juria, për shkak se po e ricekim për herë, po e themi që një mend ndikojnë raportet politike. Ta zëmë Ukraina i dha votë Gjermanisë edhe Britanisë, dy aleateve të saj, në anën tjetër e patëm Azerbejxhanin që i dha vota Izraelit për shkak të ndihmesës që ja ka bërë fundit në luftën kundër Armenisë. Kështu që gjithçka po varet prej relacioneve, relatave politike që i kanë shtetet përkatëse, kështu që e mira do të ishte jo ta dërgojmë dikë prej komunitetit LGBTQ+, për shkak se kjo mendoj që është një fyerje për komunitetin në fjalë. Për shkak se po mendojna që Europa edhe gjithë bota është duke ju dhënë më shumë vëmendje se që duhet e nuk e mendoj këtë gjë. Kështu që vetëm nëse do të bëjnë ndonjë ndryshim në mënyrën se si votohet, do të thonë se si zgjedhet fituesi, do të ishte e mira. Mendoj që duhet të ndalet kjo pjesa e votimit nga jurit? Po. Sepse për vite me radhë ndodh kjo. Edhe gjëja më interesante është se këngëtari fitues në fakt e merr vetëm një trofe, që është prej Çelçi me atë sa di prej viteve të 50-ta kjo, edhe nuk është që merr ndonjë shumë parash, përveç që domethënë Eurovisioni ndër vite ka këtë famën që për shkak të këtyre relacioneve politike ndërmjet shteteve. Nuk e di nëse në qoftë se do të ndryshonte mënyra e votimit, votat, mënyrën se si do zgjedhej fituesi, nuk e di nëse do të kishte edhe këtë famë që ka sot. Kështu që mbetet për të parë për vitet vijose, pasi si nuk mendoj që Shqipëria duhet të tërhiqet. Ne nga Kosova nuk mund të përfaqësohemi fare o region, kështu që mund të sqaroj pak të pjesën jo për të diskutuar apo për të thënë që shikosi nëse çojmë një artist i cili është LGBT, Europa do të na pranojë më lehtë, por kemi parë që artistë që nuk kanë pasur edhe një këngë të mirë janë pranuar më lehtë nga jurit dhe i ka dhënë pikë në këtë koncert se parë, se pasi kemi... Kush për shembull Redion? Nuk dua të cek emra, po kemi parë në ndër vite në shtete që kanë dërguar artistë që i bëjnë pjesë këtij komuniteti dhe nga jurit ka marrë pikë maksimale si edhe nga publiku. E kemi edhe dy shtete të cilat kanë fitu. Është Austria me Conchitën, vitin e kaluar Zvicra. A ka tjetër? Edhe këtë vit djali që fitoi Gigi përflitet që mund të jetë pjesë e komunitetit. Po çka mendon për vokalin operistik të djalit, të fituesit? Nuk duhet ta shohim, mendoj që nuk duhet ta shohim prej këtij këndvështrimi. Do shta që je pak i mërzitur, mund edhe ta kuptoj, por... Jo.
padyshim ai bëri 5 zëra në këngën e tij, por ishte një këngë e një stili që ne kemi dëgjuar në Europë. Ishte një këngë që kishte një mesazh personal. Kurse kënga e Shkodrës Elektronike ishte një këngë që i thriste realitetit. Pikërisht për këtë që po ndodh në Eurovision, të shkojmë në Eurovision kur na bën padrejtësi apo të pranojmë këtë lloj realiteti dhe të mos kemi pritshmëri dhe thjesht të shikojmë si një festival i cili është për qef edhe kaq. Mesazhi i Shkodrës Elektronike ishte mesazhi më i bukur, më... Po, askush nuk po e më hang këtë. Unë mendoj që Shkodra Elektronike e ka marrë ata që deshti. Realisht gjithë këtë fan, gjithë këtë buj, gjithë këto komente pozitive që i ka marrë, mendoj që ka marrë fitoren e vetë. Kështu që mbas as nuk do t'i duaj ajo fitore e Eurovisionit. Duke e ditë për mënyrën se si funksionon. Në vendin e 5 dhe është një fitore mos e mjaftueshme, pa qenuria, ne me votat e publiku do të ishim në top 5 dhe kjo është një fitore e jashtëzakonshme për të gjithë jehonën, mbështetjen për krahun që është bërë Shkodrës Elektronike. E pam dhe reagimin e Beatrices, një reagim tepër i sinqert dhe që nuk e priste ndoshta që do të merrte ai shumë pikë dhe në momentin tjetër ishte Izraeli që mori pikët maksimale nga publiku dhe ishte një thuatis që e dinte që do merrte. Nuk u befasua fare. Jo, fare. Rediona, mendojnë që kjo do t'jetë një dëshpërim i radhës për shqiptarët? Duke qenë që u bëm bashkë më shumë se kur për Eurovisionin pasi vitet e fundit nuk i kemi pasur këtë lloj bashkimi dhe këtë lloj përkraj që i është dhënë Shkodrës Elektronike, do t'jetë me rezerva nëse do t'jetë një artist që do të shkojë në festival për të marrë trofeun dhe të dërguar Shqipërinë vitin tjetër në Austri. Faleminderit shumë Redion për këtë lidhje direkte nga Shqipëria. Shpresoj që vitin tjetër Shqipëria të triumfoj dhe të njihen meritat e artistëve tonë, sepse vërtet nuk është që kemi dërgu artista që nuk ja vlejnë në Eurovision, mirë po politikat evropiane qa me bo. Edhe unë e kisha bojkotu në vend të emin. Me rëndësi që këtë vit ishim kryefjalë dhe fituam në mënyrë padiskutueshme dhe zemrat e vetë artistëve që u çmendën pas duke kërcyer Shkodrën Elektronike dhe zgjermin që e kalli si mënyrë absolute. Redion, para se të përshëndes, unë e krejt në fund po e këndojmë bashkë prapë refrenin, me qenë se nuk e fitoj, a i fitoj zemrat tona. Hajde shkojna krejt bashkë. Zemrën time, zemrën teme, ky minut do të vazhdoj. Njerëz të mirë e njerëz pa emër, kërcen valle shpirë. Nane ti toka ime, ku kam lindur s'do t'haroj. Nane ti toka ime, vazhdo me shndrit. Faleminderit shumë Redione. Faleminderit Redion shumë, faleminderit. Valesa, falenderojmë edhe ty shumë. Veç para se ta përmbyllim, do doja shumë ta cek që prej këngëtareve këtu shqiptare në Kosovë ka reagu Dafina Zeqiri kogja e mlefosur edhe nervozuar edhe ajo me politikat në Eurovision, kështu që e përshëndesim Dafinën që kur nuk e le, do me thëmë pa, kur nuk e la, pa e mbështetur Shkodrën Elektronike gjatë gjithë këtij rrugtimi në Eurovision. Faleminderit shumë Vanesa. Faleminderit edhe gjithmonë. Shkojmë në shkëputje të Shkotër dhe kthehemi sërish. Ja,